fëmijët çfarë duhet bëjnë, çfarë analizash duhet bëjnë? Tek paketat e fëmijëve neve gjithmonë jemi konsultuar me mjekët pediatër me qëllim që të kemi parasysh çfarë u nevojitet apo çfarë presin ato nga analizat që neve ofrojmë. Ofrohet pjesa e gjakut komplet, në të cilën kemi edhe 5 nën grupet e ruazave të bardha. Kjo për arsye sepse në qoftë se do kemi ndryshim në një nga këto pjesët e qelizave të përfshira tek ruazat e bardha, informacioni që marrim është nëse kemi të bëjmë me një ekspozim viral, do me thënë është një gjendje viroze apo është një ekspozim bakterial. Njëkohësisht të kuptojmë çrregullimet e serisë së kuqe, qoftë në numër të ruazave apo qoftë në nivel të hemoglobinës, për t'i sugjeruar prindit që duhet të marrë thjesht një ushqim më të shëndetshëm dhe thjesht suplemente për ta plotësuar apo duhet kalojnë në një terapi, dhe njëkohësisht janë dhe trombocitët që mund të jenë të lidhura me çrregullimet të mpiksjes së gjakut. Dua të ndaloj tek kjo ke fundit sepse shpesh herë nga ekspozimet virale ose bakteriale mund të kemi ndryshim të serisë trombocitare dhe kjo bën që prindi të alarmohet dhe të kërkojë testime të tjera plus me qëllim që të thotë pse janë rritur apo pse janë ulur ruazat e trombocitet. Që është një bakteri ose një prandaj gjithmonë përpiqemi që prindërve dhe familjarëve t'i vënë në ndihmë, duke thënë që disa ndryshime që mund të pësojë gjakun në një fazë të caktuar, qoftë dhe kur fëmia nuk ka manifestuar asnjë shenjë klinike, janë të përshtatshme për ato ndryshime që janë të manifestuara si pasojë këtij ekspozimi.